pjesë të integrimit të shtetit tyre, Maqedonisë Veriut, kjo do të ishte një moment i cili mund të paraqes kthes shumë të rëndësishme, të madhe të skenës politike në Maqedoninë e Veriut. Pra një kthes të madhe për shqiptarët e Maqedonisë së Veriut. Integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian, në atë skenar që Maqedonia e Veriut të ngelet mbrapa, do t'i orientojë shqiptarët tërësisht nga Shqipëria. Në rast të parë do t'i orientojë në kuptimin e marrjes së shtetësisë shqiptare. Jo vetëm nga aspekti patriotik, folklorik. Jo vetëm nga aspekti emocional, po nga i pragmatik. Po edhe nga i pragmatik, për shkak se ajo pasaport do t'i hap rrugën, do t'ja hap dyert e tregut madh evropian. Pra është tregu më i madh në botë. 500 milion popullat. Do të jetë një derë e re për të hyrë drejt Evropës. Jo vetëm për të punuar punë krahu, por për të bërë biznes, për të votuar në zgjedhjet parlamentare evropiane, për të kandiduar në zgjedhjet parlamentare evropiane, për të marrë fonde që janë të qasshme vetëm për shtetasit e vendeve anëtare evropiane. Pra, këto benefite, por edhe aspekti emocional, patriotik, folklorik, por edhe patetik nëse mund ta quajmë, do t'i detyrojë në fund të ditës. Ka shumë njerëz që kanë ëndër Shqipërinë ta shohin ende shumë mirë. Pra kanë ëndra edhe të shohin Shqipërinë më të madhe. Mirë po, pa marrë parasysh, është çështje më tepër është çështje e pragmatizmit të vetë qytetarëve që do të orientohen ende nga Shqipëria, dhe në këtë rast do të kemi një, do të thoja një shpërbërje jo në kuptimin institucional të Maqedonisë së Veriut, por një shpërbërje nga brenda e atij kohesioni që duhet të jetë në një shtet. Pra, duke qenë pjesë e familjes evropiane, edhe ai aspekti pragmatik do të jetë shumë atraktiv. Në këtë rast, duke marrë parasysh dhe afërsinë gjeografike, po ashtu edhe lirinë e lëvizjes nëpër kufijtë e rajonit, që edhe aktualisht ekziston, do të kemi një lidhje shumë më të ngjeshur, më të madhe të shqiptarëve këtu, si në aspektin politik, ekonomik, kulturor, për shkak se edhe kulturor nuk e kemi ne tash, që na bën të gëzohemi, edhe pse duhet ta kemi. Pra në të gjitha aspektet do të jenë më të lidhur me Shqipërinë, se sa Maqedoninë e Veriut. Tani ka do të shkojë ajo rrugë më pas. Si do të reflektohet në Maqedoninë e Veriut, duke marrë parasysh se edhe te Maqedonia si tashmë 215 është numër zyrtari i Ministrisë Brendshme bullgare.